Në Fakultetin Pedagogjik të Universitetit të Tetovës sot I filloi punimet Java e Veçantë Studimore 2025, e cila do të zhvillohet nga data 27 deri më 31 tetor. Ky aktivitet organizohet në bashkëpunim me Qendrën Maqedonase për Edukim Qytetar. Tema qendrore e këtij viti është nga ideja te suksesi, menaxhimi efektiv I projekteve. Kjo javë ofron mundësi për studentët dhe pedagogët që të eksplorojnë praktikat më të mira në zhvillimin dhe realizimin e projekteve akademike dhe profesionale. Në hapjen solemne, dekani I Fakultetit Pedagogjik Lulzi Mehmedi tha se jetojmë në një periudhë ku zhvillimi profesional, akademik e institucional nuk mund të imagjinohen pa aftësinë për të konceptuar, planifikuar, menaxhuar dhe vlerësuar projekte. Qëllimi I kësaj jave është që studentët të marrin kompetenca nga dhënia e ideve tek planifikimi, tek organizimi, realizimi dhe menaxhimi efektiv me projekte, duke përfshirë projekte të afatshkurtra, projekte të afatgjata, duke përpiluar buxhetin dhe duke monitoruar dhe vlerësuar realizimin e tyre. Jetojmë në një kohë ku sfidat në arsim, sfidat sociologjike, ekonomike dhe teknologjike janë shumë të hofshme dhe kërkojnë zgjidhje kreative. Dhe përmes punës me projekte, këto zgjidhje, mundësohen dhe ofrojnë përparim. Drejtori I Qendrës Maqedonase për Edukim Qytetar Besnik Ramadani tha se ndjehet I kënaqur që qendra e tyre këtë vit është partner I javës së veçantë studimore dhe uroi që studentët ta shfrytëzojnë këtë mundësi që të punojnë në mënyrë praktike, të dinë se si një projekt vjen nga ideja, te planifikimi, implementimi, buxhetimi dhe në fund evaluimi I rezultateve. Ai tha se për këtë arsye I pranishëm është edhe Metin Muharremi, trajnues I cili ka përvojë më shumë se 20 vjet në menaxhimin e projekteve dhe ju sugjeroi studentëve që ta shfrytëzojnë në maksimum me pyetje sepse kanë se çfarë të mësojnë prej tij.